39 vjeçari Dimitër Shehu arrestuat teksa tentoi të hynte në Shqipëri me një valixhe me drogë. Ai po udhëtonte nga Tajlanda drejt Shqipërisë, ndërsa në valixhe kishte futur 19 kg e 400 gram lëndë narkotike kanabis sativa me përqindje të lartë THC. Ai është paguar nga një person tjetër për të kryer transportin e drogës, por para hetuesve ka refuzuar t'i japë emra. Udhëtimi i Dimitër Shehut ka qenë tranzit në Dubai dhe kanë qenë pikërisht autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilët kanë pikasur lëndën narkotike dhe kanë bllokuar valixhen. Më pas teksa kanë parë itinerarin e lëvizjes së 39 vjeçarit që do të udhëtonte drejt Shqipërisë, kanë komunikuar me autoritetet tona duke nisur valixhen për Shqipëri. Policia arrestoi 39 vjeçarin banues në fshatin Kras të Tepelenës, ndërkohë sekuestroi lëndën narkotike e cila në treg ka vlerën e 338.000 eurove. 39 vjeçari u arrestua para ditën e sotme në Rinas. Ndërkohë, policia njofton zyrtarisht se po vijojnë hetime të thelluara për të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale shtetas të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë rast.